Koncentrau si pyetjet i kodë fështira, Arbeni. Kur ka do gjash, para se mi pos 4 të nona? Qa ka faj Bedri Hamza për këtë rezultat? Bedri Hamza ka shumë faj për këtë rezultat, sepse pora ka pranu postin në panik, e ka pranu postin në momentin më të rëndë, e dyta nuk e ka dëgju edhe këshillen e liderëve në Hag, të cilët e kanë këshillu, edhe për këte kam dëshmitar, do thotë, ndërmjetësuesin kryesor që ka qenë Adem Grabovci për rikthimin e Fatmir Limes në Partinë Demokratike, por i ka dëgju disa filimena, disa zhapina e ardhuca brenda Partisë Demokratike, të cilat vetëm e kanë rjep këtë parti në aspektin ekonomik, kanë qenë dhe janë profiterët më të mëdhaj dhe nuk e ka pos guximin Bedri Hamza me i sharrit me sharr edhe me vu kushtin me thonë që se unë bëm kryetari i Partisë Demokratike do ta kem këtë vizion e këtë qëllim për me dalë në breg. Nuk i kanë vy Partisë Demokratike 92% të ish deputetëve të vjetër me qenë në listë të deputetëve. Hiç si kanë vy. Këta kanë mujtë me qenë në prapavi. Pa nuk do të quaj pastaj përçarje, mos mobilitetet e tjera. Më falë, në të gjitha partitë politike evropiane, bëhen ndryshime radikale kur në kryt një partije vjen një lider i ri, bëhet kabinet i ri, njerëz të ri, bashkëpunëtor të ri. Dhe kjo e ka penalizu shumë Bedri Hamzën. Dhe është shumë e vërtet ajo që e tha natyra me dy shtesa që do i baj, do më thonë me dy shtesa, për shembull, jo më habit se si opozita